27 qershor 1944. Ushtarët e Zervës hyn natën në Paramithi, Çamri, dhe vranë 673 burra, gra e fëmijë. Në Filat 1286 persona, në Igumenic 192, në Parga 620 njerëz. Zervistët rafshuan mbi 5800 shtëpi në 68 fshatra. Qindra u dogjën e u shkretuan. U dha urdhri për djegjen e 102 xhamive, 28 teqeve, mira tyrbeve dhe vakofeve. Mendoni një vajzë 12 vjeç, pata aten dhe të vllain 21 vjeç që ju masakruan në sy. I ekzekutuan shkallëve të shtëpisë dhe i thanë të zgjidhnin, të digjnin vetëm trupin e tij apo gjithë shtëpinë. Sigurisht fustanet i la andej, por se si dukeshin ato nuk i harroi. Ashtu sikurse edhe shtëpinë dhe familjarët që si pa më kurrë. Këtë vajzë e njoh, është gjyshja ime. Ajo u rriti që e pitumanet një lloj siç i mbante nëna e saj. Ajo që ndodhi 82 vjet më parë mund të kishte djegur tumanet dhe shtëpinë, për jo kujtesën, qëndresën dhe kulturën që unë e trashëgoj ende. Pas verës së vitit 1944, vajza 12 vjeçare, gjyshja ime, vinte drejt Shqipërisë në këmbë. Kishte humbur të atin, ecte pa të e gjakosur, e plaga më e madhe që mori me vete atë ditë ishte vëllai rreth të 20-tave, i masakruar në mes të shtëpisë që nuk do ta shihte më kurrë e që do ta qante çdo natë. Gjyshja ime la në hollin e shtëpisë vëlla, ndërsa veshët e tyre kullonin gjak. Një nuse të re la në humner se u hodh me barkun e rrumbullakosur ku kishte fëmijën. Nuk vraponte dot më teksa ata e ndiqnin. E megjithatë, pa baban, i brar 60 vjeç dhe vëllan të masakruar 21 vjeç, u nis me karvanin e gjatë atyre që e duan jetën. Lotët e saj ishin gjaku që u derdh në shtëpinë e saj. Ajo ishte 12 vjeç, ndërsa Fadil Nuriu ishte aso kohë 8 vjeç. Sot 82 vjet më vonë, ai numëron 90 vite mbi shtëpinë. Por nuk e harron ditën kur pasi i vran burrat e Paramithis, kërkonin një shtëpi ku të qëndronin. Ai 8 vjeç, vëllai 6, nëna Lehon 28 vjeç dhe vajza e vogël, motra e tij 6 muajshe. Atë mbrëmje, 2 ditë pasi kishin pushkatuar burrat e Paramithis, Fadil Nuriu t'i djegin të ëmën. Ai e merr, e kuron deri ditën që ajo jep shpirt. E mbulon me dhe sa të mundet një fëmijë që mund të varros nënën mes dembjes, ndërsa të nesërmen e gjen këmbën e saj jashtë varrit, shqyer nga qend, thon. Këtë histori ma tregonte edhe mua gjyshja. Bashk fëmijët jetim do të jetonin nga qershori i vitit 1944 deri në dimër, së bashku në shtëpinë e muhedinëve. Në dimër, fëmijët e mbetur vetëm nga familje të ndryshme të Paramithis u nisën drejt Shqipërisë. Fadil Nuriu, 8 vjeç, me të vëllan 6 vjeç kishin mbetur gjallë, një lloj si ajo vajza 12 vjeçare që mi ka rrëfyer masakrat gjatë. Foshnja 6 muajshe, motra e Fadilit u zhduk ditën që nëna u dogje gjallë. Sot 90 vjeç, ai do të kujtoj fëmijën e vogël që humbi shumë çka qershorin e vitit 1944.
Del në ime e djegur. Aty ka shuna i katik. Kush e di që ka ta? Edhe i hodhi benzine dogjin e rëndi. Ku shofun, nana ime ishe edhe dhamët ishin zi. Kur doli. Unë fillova të qapë, se pashtë në nëshu fillova të qapë. Me jep një të shtyme një ushtarë gretë në kisha të brejashta, edhe unë në shkallët jam bëra këto kam shenjë dhe kam shenjë duke pa, u bëra gjithë gjatë, ki qava për nënën, se 7 vjetë që ishe në në shenë, se 7-28, aty ishte qësere. Ishte të tim dhe vajzën e vogël. Mua edhe vlan kiltik, edhe bajta 6 mushë. Nëna ime shumë e pjekme, e marim nënën time masaj, edhe qojmë kë shpia jonë. Shtëpin tonë e këshin bërë grek, s'kishin lënë një lukë, vetëm një postike ishte. E qojmë nënën të shpia, vetëm një postike ishte. E lëmë nëna i kaj shumë ishte përgluar, nuk rinë do të kam. Djegur lëkura. Po i hodhin benzina i pa mas, e lam në aty të postikja, kiraja ra me pas, asi eja kiraja, merë mua me gjithë vlanë që ka vdek, edhe shumë ke shpite tak më dinit, sa të më lodhën para me tjotë ose njërë. Gjithë jetimët ngellën atë. Jetimët me nane... Edhe pajdan gradë. Mashkull, nuk ngelli mashkull i ma. E që në majtë degi, po ditë, qa marrë i terën si ke, qa majtë leton, qa të terë. Grej gjdo ditë kiraja shkon dhe këtë nëna ime. Ke shpia jonë se i lamë vetëm nënën në tyne. Nënë ishte për as ande, as binde. Edhe shkoj edhe u me kiraja. Po ju shkone? Më mërë të kiraja me vete, 5 ore, mua dhe shkoshim më të ke shpia. 8 vjetë shtë në të kohë. 7-8 vjetë, kam i mbaj më mirë se këto që kanë jetë të një vitë, i mbaj dhe të shto njeri, të mija të janë vërteta. Erdhi filani të është, quni filani të është, edhe mos përdoj të është. Se këshë me robat e vetë. Ti me një, që më ngelli da, unë jam e përgluar a rejda. Edhe ishe përvala, se da me... Edhe i... Bedi nëna ja 3-4 dita të vetëm. Ka buaj. Shkoshim qëto ditë e shifshim me zonje, me Tiranë. Një ditë, një aksham, mifi, Nuse i të vjerës nëna ime, do vija ti me quna ti, me neve nëna shke. Vitit me kalamajtë, vjetë në kalamajtë, dhe ka 8 vjetë, 10 vjetë që poshë. E buke dhe ke vidit, nënën time, e lidhën me capera, me litarë dhe që e lidhën, edhe të rojgjëm zuarë. Se nuk ishte fu, nuk lëviste fare. Nuk lëviste me nënën e shë përblua. Ndërko donde që të vinte të ju. Po goja ishte, shketa të bje dhe unë ke kalamaj, që rinë vetëm natin të shpia. Pa tjetë. Tha dhe këtë sa thash se, nëna ime ka qenë shumë e këndushme për kuran për të gjanë. Apo të edhe kishte libra, edhe erdi një grek ja dogji. Nëna ime i tha, mi ta qesë type, jetine të thëhu type, mos i di jetë se janë gjerat e Zotit i të kuran, si që shumë e tiqme nëna ime, tiqak në të ndërë. Edhe këtë motra ime, goca ime, e morën nërën e qumë ati. E qumë ati në shpi nërën time,
atë ke shpijet, ta hirë në dini, që kishe shpit madhe tapu. Po shpistime kishte. Dhe di që është shtëpi e madhe, më ka treguar. Po, ka qenë shtëpi e madhe. E di që jeni mbledhur. Po, gjysha jo kem njëtëm. Aty, po. O, ti ka tishte gjysha këtë të që të të bjene pa t'i litu. Motra nuk e di që bo. A e mori njeri a vdik. Qa dite që u dojtë nëna, qa Nuk di që bo motra. Nuk e gjetët, po. Jo, nuk e... 6 muaj. Po. A vdikja e mori në i grek, nuk e di që bo pse kuq. A kam të ndonjë gjë për vajzën e vetë? Jo, e kështë numër fare. Ishe djegur shumë, nuk lunde do. Ka i shumë ishe djeg fare dhe dhanë kishin djegur. Rotja ka ta festi, vdiknë në ime. Ato ishin ditë të fundit që ishin bashkë. 3-4. Vdiknë në ime, edhe marim neve kalamajt e veje, edhe fusëm me një stikam, që këshim bërë ushtar, ki bëshën ushtar, ki stikam i të ndokësh. Edhe hodhëm atëse, ku shqepën ki me bovarë për nënën të. Edhe hodhëm atje Allah, e mbulluam ne. E mbulluam ne të lamajt me copa dhe e mbulluam, qa mbullim? Pasha zotin me motra ime. Po në grejë në sabahun, edhe shkojke nëna ime se e kishën varin këto dhe këtë rrugë, ka që aprishe i stikamin, kishën duke. E hodhëm në nëllpin aty, ku shkojnë shabahun, ora, 8-10 duke, një këm të nënestime e këshin vjetën për jashtat. Ma grujti më me të treke të drillë. E këshin vjerë kamë për jashtat, edhe për jashtat njëli kamë në nënestime. A ku që të varoste? Me babajnë? Ata burrat që shpëtuan, ikën aparmitia. Se që burra kapje i theri si keca, ma e më modi. Asë që di kush shpëtoj e kush iku? Kush shpëtoj iku, baba im dolin Korç, me gjithë qa gjanti me Tahirin edhe 2 niprat e vetë. Ikën ata dolin Korç në kaman dhe ikën. Që kapën në paramiti i terën si keca, jo i mlodën gjamea i mlodën, si keca i terën. Greku hyrin paramiti o shpil, nga jeti, nga i teti njerëzituj, edhe unë bashkë, aty për i nami. Edhe që i tete motra ime. Edhe në nedhëm të shpite ta ku 6 muaj. Ata kanë ardhur dhe kanë bërë masakrat në qershor të 24-ës. Ju keni ardhur në vjesht. Në vjesht kemi, në vjesht. 6 muaj keni qëndruar. 6 muaj, 6-5 e gjysë të gjinjej, po kemi ne të shpit, kemi ardhur në dimar me i fjallë. Po si ke jetuar ato 6 muaj pa nënën dhe pa babaj? I ljota shqipi, gjyshe që ta shumë, që bëndë i smet nënës, na mori na mbajti neve të dyrë që ubeze. Ajo kujdesi. Ajo kujdes për neve. Qitë jetë neve. Motra nuk e dim që po. Ta ikën. Ta që shpëtuan ikën, ta qamë që shpëtuan. Pa. Na pishin në pak pushki. 470 diri na i mori grekë. Edhe ato, që mos kishit as ushqim as gjë. Po i mori greku, me i dikuna la greku në i gjamë, e në vedetja më nuk pili. Edhe që teti na jitën një dit aty, që thoshin ka pru Amerika gjerë, në ushqim në Amerika për përmet për neve. Aty të neve. 12 kalamaj kanë deka të të gjanë në ushqim. Kanë vdek 12 kalamaj të vegjen. Të vegjen vjetë vjeqe, po 8 vjeç, 7 vjeç, ishte një qumë,
i Qani Bollati. Qani Bollati. Qani Bollati ishte gjyshi kësaj kishte në televizor që fitoj. Selim Bollati. Selim Bollati. E mbajnë mend që vdik edhe lau në gjyshe veti Qanesha, se Qanesha gjysha, edhe lanët edhe kishte trupin të parë të borë, që i vogli parman, kemë të në kërë lau. Nisëmi, Kiraja, zonja, Kiraja, kuptati, a i vajim, sa dollën nga dere shpitakot, qalon dhe në kërman. Nuk vim, prej paramithia. Deri në konispol, aja ka majtë në tratë. Nuk e ka ulla së të kërru, unë e që a vetë. Se dha ullër greku, sa erdhën me vapor në anija dhe, ata dote, sa u misën, i nisi këte në kamë. Ja dy musët e që qadarve të erdhën dhe me kalamaj, dhe mu më shinë saptu me vapor, me ardhë, me det. Kiraja nuk më lama, nuk e la që me rami u të më fatë për janë vetë. E kam vetë ku dhe, edhe erdhën e kam bajë. Kam dek 3-4 njerës rrugës, edhe i mërshin njerëzit këruqin kanal. Erdhëm Konispol. Në Konispol ishte një shtëpi si kjo këtu këshu, ande ishte hapur, me 3 faqe muri, se kështë prish Gjermani, se kështë Gjermani. Edhe hymë aty në qamët, në që këshim gjellë. Pa ishte Kiraja, zonja gjallë, si ishte shkallë. Kujdese ajo. Ajo dilte kërkon dhe buka, ashtu në bide hashim, nejtëm aty. Një dite nga ditët, vjeni nga ka po lejtë, i thot gjyshja, a janë qunat e mi, qa them, Tahiri u ka pla gosë, të ramiu nuk e di e kosh për babën ti. Kjo lujti mëq, sa i tha kjo lujti mëq. Mori lajmë, Allah, 2.000 vrau grehu, edhe këta 2.000 Që mendon të se shpëtuar, ajo mendoj se kanë shpëtuar. E lujti mëq gjyshja. Lujti mëq gjyshja, më kapte natën gjyshja mua, më vinde ke shalet, më shtrëngonde, pse më shtrëngonde të vëti, se kishe frikë bo të vishim me shbande, këtu gjithë natën e nuk flinde mu, më vinde këtu më. Dhi Kiraja, ngellëm 2 kalamaj, a ishte i vogël, unë nuk isha ka me dalë me lypë ma. Edhe ngellëm të 2 aty. Netëm 5 dita, 7 dit, pa hongër, pa pi. Pa non, pa vla, pa motër. Para se dik me keneve, era një dere baba, po nuk hapshin, po në ishe po lufte. I thot grujat shokit, poli por i tha, se por i kanë marrë kalamajt i gjitha, kam qenë larkë tha baba. O tha, shko se i mosin gjalla ta kalamajt e vejgjë të da e shokja. Se këtë e thot baba, të shte baba i shke. Erdi baba më shkiti ke kemë. Baba ta shumë bukë, qalë dhe parë, bukë i shkëreri, bukë, edhe më dhaj një palë fiku baba, po ishte ta fyti, që është në mbyt, u afro baba, unë bush me mora, erdhëm rrugës e shpirë, erdhëm atje në Delvin, Ate kishim halën. Ate kishin dalë njerëzit. Ato i dalë. Ajde talë në para unë të dalin dhe Ata që ishin nisur në rrugë dete. Në rrugë deti, i takoj baba aty, se kujtoj baba se kishin dalë edhe ne vandej. Se s'kishe telefona. Dalim shojmë atje, me ndërte unë bush kali pjot me mora. Edhe kale. Ka shumë, s'kishin vëndë, s'kishin ishne. I thot i zotin kalit, i thot babës, ajo Ramita, do më vorë i kalit, apo ti unë me kalamajta, do pjësë më kalit. So,
Shkom aty më saj, takoj këto gratë baba që kishin vdekur. Se që jenë motrën e vetë, me nënën e Jasinit. Nënën e Jasinit. Ta foli, nënën e Jasinit, Zekieja, nënën e Zamudinit. Gjysha jo dhe ato gratë njohin kam vetë. Qiteti, na zdrupin në të rastën e nëndzori si këllysh, ka që jo ishim në nëndzori aty. Baba në tite morat na me bris, njera na hufe ujtin, ikën morat, s'kishin morat, shëngena i po, flokë Pastruat, u pastruan dhe ajo, na vuri me i qoshe të dy vezit aty, na zuri gjumine, 24 orë shpirt, as dham, as morën dhe, një natë e një tim. Baba i shket silesh ka silesh, vide në me, pa ne marit frymë. Pa merë në frymë ajo. Marit frymë apo jo. Pruri një doktor atje, nuk ka shpëtim këta e ta. Për ne dy. Po shifër i tha baba, nuk ka shpëtim, që ati shof tha. Edhe vlla im, u bë burra. 90 vjeç sot. 90 vjeç sot. Hapa dhe tregu në qamë. Pse sot më 27 qershor, kjo rrugicë merr emrin rrugica Çamëria? Këtu e 57 vjet, 56 vjet ka hyrë greku në Paramthi. Nënën time ma ka djeg greku sot 56 vjet. Dhe prandaj kjo rruga u bë shumë mirë, faleminderit nga bashkia që na e vuri rruga Çamëria. Dhe kujtohet edhe emri Çamërisë herë. Mendoni se çfarë është ende pas zgjidhur? Çështja që me pas zgjidhur është. Akoma pas zgjidhur është, po ndoshta zgjidhet. Përhorimit të kusës. Për të emërit, edhe do vazhdojmë me emërtime tjera si çdo tjetër shpjarë. Shtetin muzikën. Deri këtu për të emërtuar këtë grup në një emër të harruar për 56 vjet, dhe në këtë rast që falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë ditë gëzimi për popullin çam, të mbar popullin shqiptar. Ky popull ka dhënë shoqërisë patriotike anëtare shoqërisë Çamëria Tiranë. Politika anëtare Çamëria dhe popullin çam të Shqipërisë, ju jemi shumë në memorien tonë. Sa ba kur dinde djelit, qoja ke baba mirëshim, hajde më pedaqë mirë o baba së më këra, parë, nona. Edhe kam ujtë, po pas taj më ka hetë sfatë. Ke shkuar në Çamëri, në Paramifi më vonë. E ke parë shtëpinë tënde? Kjo shtëpia ime, aty doli një nusere. Dhe tash unë, si jetë, si greqisht e jetin. Po, patjetër. Kjo shtëpia ime tash, Afrikë farë. Kjo shtëpia ime tash po viti tash. Panaia tash, Panaia o Zot është ajo. Po. Nuk e mbaj më të them zonjës sa. Për vjerën. Doli vjera ke balkoni. Që ishe dy kaqë shperën. Po shishe ka tua, që bashkë në mund të jo kuaj. Ata ishin ata që punonin për... Ke neve. Kështu është edhe historie, po. Ishin që ke neve punoshin, ta morën, i thashin, kjo shpje ime i thash vjerës. Kjo shpje ime thash, ti thash më ke marrë dhe i qenë, se kishin qenë të mire që ushin labë. E ke marrë, Panaia o Zot prapë vjera. I do këtu thash, më së ti e gruje filani thash. Buri jot ka qenë qoban ke baba im thash. Kjo shpia është në urejve thash. Mos vina një të kërko pare ty thash, unë mos i jetë. I thash për babën e këtit, edhe për mua, për në urejve. Panaj, unë nuk kam nevoj thash. Nga kam thënë tha jo, se kanë shumë. Që jeni shumë të pasur tha ju, tha jeni kapër shumë. Unë bima unë e shdo javë thash, në ato kia tha, to ksero ide, e dy ide. Shkume dhe një herë tjetëra në shkume. More në një gjë nga shtëpia aty, ja. Po, mora një kokër limon. E një kokër.
Vajta të mirë dhe një tjetër ta mos I merë ta I ruajnë ka ajo. Pritin, s'ka ma Dhe të kuptor, që është Kryqe. lartë. Ti nuk do doje të shkoje të jetoje aty të ka e shpi? Do jesh në Klogjer, je 90 vjeç, edhe shkon, vjet ishim bashkë aty në 27 qershor, dhe bashkë do jemi. Do jesh prap të Qarë të qonë atë? Në të, bada I më qonë duke të emre, po shkova do flasë që bje. Se unë shkoj që të nderoj gjyshen time, të shkoj të bëj një trëndafil me pa emin në nëzhet. për vlajnë e gjyshes time, shkoj aty të qoj Si e qushin një... të Kur të sali po lapi. Hakim Ergjyshi, ato e vram 21 vjeç, Hakim Ergjyshi, Mos më folë ato e vram 21 vjeç në sy të gjyshes time. Ne dollëm me këtë, për me zika ma nga shpit me të do vjavo. Dollëm me shpit të gjithë ngrukësi, me këta që duhet e unë ngrukësi.